Përshëndetje, në fakt kreu ekzekutivit zoti Rama ka qenë në Vlorë, pikërisht në mesditë, ai ka mbledhur krerët e njësive vendore të majta, pra socialiste, së bashku me përfaqësues të pushtetit lokal në qytetin e Vlorës, por edhe në rang qarku. Mbledhja ka pasur pranishëm edhe deputetët Andrea Marto, gjithashtu Kodoko Gdimo dhe Mira Sheu, mungonin në fakt ashtu sikur se ju e fiksuat në takim Fatmir Toçi, por edhe Valentina Leskaj. Ndërkohë që burime brenda mbledhjes kanë fiksuar se aty është diskutuar për ngritjen e grupeve të përbashkëta të punës ndërmjet deputetëve dhe krerëve të njësive vendore për të koordinuar në fakt punët në nivel bashkish, më tej në nivel qarku, por edhe më tej në nivel rajoni. Puna do të nisi, le të themi, për ta orientuar atë drejt politikave të qeverisjes Rama, jo vetëm me kryetar deputetët e qarkut të Vlorës, por mendohet që do të ketë edhe 2 ministra në rang rajone, të cilët do të orientojnë që nga punësimët deri tek projektet madhore dhe implementimet që qeveria shqiptare ka parashikuar paktën për rajonin e Vlorës, ku do fokusua në fakt kjo mbledhje. Ndërkohë që mendohet që do të ketë edhe një grup të urtësishëm pune i cili do të merret edhe me pjesën e implementimit dhe zbatimit të madhore që janë fokus në qytetin e Vlorës deri më tani. Irola, ka një arsye specifike për mungesën e 2 deputetëve apo çfarë? Cila është arsyeja e mungesës së Valentina Leskaj dhe Fatmir Toçit? Në një komunikim telefonik që kam pasur me zotin Toçi, më ka komunikuar se ai ka qenë jashtë Shqipërisë, ndërsa mungesa e zonjës Leskaj ende nuk dihet arsyeja. Takimit e kryeministrit kanë ndijuar më tej me një takim rreth një orë më parë në vilat qeveritare, ku kanë qenë pranishëm deputetët, por nuk dihet ende për çfarë është folur në këtë takim letimi të ngushtë, ndërkohë që kryeministri Rama ka një agend me disa takime të tjera edhe në pasditën në qytetin e Vlorës, ku mendohet që takohet edhe me strukturat e Partisë Socialiste aty për diskutuar në fakt edhe projektet që do të nisin në shtator. Grupet e punës mendohet që do të nisin pikërisht punën në shtator dhe pritet që brenda 2 muajsh të jepen edhe efektet dhe impaktet e para të punës së tyre. Ajo çfarë do të jetë edhe tani kryesisht në fokus do të jetë edhe puna administratëse dhe punësimet e kryera deri më tani.